Unë jam e Kondërnjoni, kam 9 vjetë, luajt e ekipi FC Sharri. Me çfarë pozite luan të Sharri? Unë luaj pozitën sulmuesi krahut majt dhe nganjëherë me sfushur. Çka të boni me dash futbollin e kon? Mboni me dash futbollin babi, të këshirë televizion të tjerë. Sa herë në javë stërvitesh? Unë stërvit në 3 herë në javë edhe të shtëpia ushtrimi individual. Cë lojtar të pëlqen më shumë? Lojtari më i pëlqyer është Lamine Yamal. Lamine Yamal. A ndron me lujt për Kosovën? Po. Në cilin stadium ke dëshirë me lujt? Kam dëshirë me lujt në stadiumin Camp Nou. Kush të motivon më shumë? Mua më motivon më shumë familja, trajnerit dhe bashkëlojtarët. Cila është pika jote më e fortë? Pika ime më e fortë është driblimi. Çfarë mesazhi do të jepë lojtarëve të rinj? Mos stërvit mirë, më ushqy mirë edhe mos më dërzu. Përshëndetje për gjithë, unë jam Besar Luri, trener në shkollën e futbollit Sharri, ku mirëm me grup moshën gjeneratës U10, cilën bën pjesë edhe lojtari jonë e Kondërnjoni, i cili njihet për një talent të jashtëzakonshëm. E koni njihet edhe për disa veçori të tjera, cilat janë driblimi, është timingu në fushë, zgjuarësia e tij e cila e bën një fëmijë të veçuar nga të gjithë. E jona tash e tutje mbetet për Ekonin, cilët duhet ta përkrahim, rrethi, shoqënia, familja, klubi ku është për momentin dhe shpresojmë që në të ardhmen të bëhet një lojtar profesionist.